Kuvendi miratoi në mbrëmje buxhetin e vitit 2006. Opozita voton kundër draftit, polemika në sallë mes Majkos dhe Berishës. Pastore LSI drejtojnë gjykatës kushtetuese për të rrëzuar vendimin e demokratëve për heqjen e votimit të fshehtë në kuvend. Reagon ashtu biznesi pas akuzave të ministrit të financave. Luan Bregasi thotë se shteti është huaj boshllë ndaj biznesit privat. Të nderuar teleshikues, është edicioni orës 22:30 këtu në Top Channel. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët. Ju jam tani më gjërësisht, kuvendi ka ngratuar në mbrëmje buxhetin për vitin 2006, por opozita ka votuar kundër tij. Gjatë seancës janë regjistruar një seri debatesh dhe polemikash mes kryeministrit Berisha dhe deputetëve të opozitës, të cilët kanë shprehur rezerva për draftin e qeverisë. Kronika është duke u përgatitur në dhomët e montazhit dhe sapo ajo të jetë gati, ne do ta transmetojmë. Do të ecim në tema të tjera informacione. Opozita do t'i kërkojë gjykatës kushtetuese rrëzimin e vendimit të kuvendit për ndryshimin e rregullores. Socialistët deklaruan se ndryshimi i rregullores bëhet që Berisha me votat e deputetëve të koalicionit qeverisës të vendosë nën kontroll dhe të ndryshojë drejtuesit e institucioneve kryesore, sikurse është edhe prokurori i përgjithshëm. Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim deklaroi se kjo është një shkelje e hapur e kushtetutës dhe demokracisë parlamentare. Opozita e ka denoncuar në të njëjtën kohë në gjykatën kushtetuese votimin e parlamentit për ndryshimin e rregullores së kuvendit. Thuajse paralelisht socialistët dhe LSI kanë deklaruar vendimin e apelimit të çështjes. Kryetari i deputetëve socialist Majko e konsideron votimin si antikushtetues. Bëhet fjalë për një shkelje të pastër kushtetuese, pasi kushtetuta dhe ligji bazë i shtetit, ashtu dhe legjislacioni në mbështetje të kushtetutës e të sankcionojnë qartësi votimin e fshehtë. Me sa duket, i pari në listën e institucioneve të pavarura është prokuroria e përgjithshme, gjë të cilën ai nuk është se po e thot për herë të parë dhe po e bën për herë të parë, e ka bërë edhe kur ishte president. Edhe kreu i LSI-s Meta e quajti shkelje të demokracisë parlamentare vendimin e shumicës në kuvend. Është i goditje politike ndaj sistemeve të pavarura kushtetuese, është një përpjekje për t'i kapur dhe për t'i dhunuar ato. Sipas politikanëve të majtë, ndryshimi rregullores është bërë për të ndryshuar sipas qefit të gjithë kreut e institucioneve të pavarura. Ndërsa votimin e hapur për këto vendime, opozita e konsideron frikë të Berishës për rrjedhje votash. Flet për një krizë morale që ekziston brenda radhëve të mazhorancës aktuale, në mosbesimin e thellë që ekziston pikërisht te vota e fshehtë. Do të ndodhi ajo që ndodhi në mbrëm. Pra vota e partisë, për shembull, e partisë demokratike të reformuar, u dhunuar nga zoti Berisha dhe u urdhërua, sepse ata në fillim kishin një qëndrim krejt të kundërt nga ai që mbajtën gjatë votimit. Kundërshtarët e ndryshimit të rregullores së kuvendit thanë se amendamenti i votuar bën që në rast të kërkesës për largimin e një drejtuesi të një institucioni të mos votohet kërkesa, siç thot kushtetuta, për raport i komisionit hetimor eventual që do të investigojë mbi çështjen. Pas politikës janë përfaqësues të lartë të biznesit kanë reaguar në deklaratave kërcënuese të ministrit të financave Ridvan Bode, praktikisht në parë drejtuar listës debitorëve ndaj shtetit. Kreu i domës tregtisë Luan Bregasi tha për Top Channel se edhe shteti ka shumë amaramendse borxh firmave private. Zoti Bregasi shtoi se qeveria duhet të pranojë procesin e ankimimit në gjykata jo si akt lufte, por si pjesë e procesit të ligjshëm të njohjes së të drejtës. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Luan Bregasi i kujton qeverisë se edhe ajo ka detyrime financiare të pashlyera ndaj biznesit dhe nuk ka pse të kapet pas listës së 103 debitorëve, kur këto janë marrëdhënie normale mes shtetit dhe sipërmarrjes. Çoj them që është normale, domethënë ka janë marrëdhënie normale midis biznesit dhe institucioneve tatimore dhe doganore, marrëdhëniet e kreditimit dhe debitimit. Domethënë është një marrëdhënie krejt normale, është një bankë që diku debiton një llogari, pastaj diku krediton një llogari. Kështu që nga kjo pikpamje, unë mendoj se nuk ka ndonjë gjë që duhet veçuar, domethënë që duhet deklaruar, sepse diku doganat apo tatimet i kanë borxh biznesit, diku biznesi i ka borxh doganave tatimeve.
Brega si deklaroi se shlyerja ose jo e borxhit që bizneset kanë ndaj shtetit nuk i përket atimeve ose doganave dhe sa më pak Ministrisë së Financave, por vetëm gjykatave. Ajo që do të shpalli debitorët ndaj shtetit, domethënë duhet jetë administrata tatimore në kuptimin e njoftimeve që bën ndaj kompanive private, ndërsa ajo që shpall nëse ka detyrime ose jo do të jenë gjykatat. Unë dje për shembull kam pasur mjaft telefonata nga sipërmarrës privat që kanë dalë dje në gazetë, cilët më kanë thënë që ne jemi në gjykatë, pra jemi në komisionet e apelimit, në sistemin e gjykimit të problemit që ne kemi me organet tatimore doganore. Kështu që përpara se të shprehemi për një listë kompanish që kanë detyrime, duhet që ato ta shprehë gjykata nëse qëndrojnë ose jo problemet e tyre, dhe ndërkohë duhet që puna të vazhdojë, dhe mos të krijohen probleme kompanive private për shkak të këtyre detyrimeve. Në fillim të kësaj jave, Ministri i Financave Ridvan Bodo deklaroi se një pjesë e mirë e bizneseve që i kanë borxhe të pavëmbetura shtetit janë të lidhura me pjesë të politikës dhe ish pushtetarëve dhe se nuk kanë kufshien pa i paguar të gjitha detyrimet. Ky deklarim i Bodos ngjalli reagimin e opozitës, e cila foli për presionet që po i bëhen biznesit. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm italian Gianfranco Fini ka zhvilluar një vizitë në Tiranë, ku pasdite është takuar edhe me kryeministrin Berisha. Fini modifikoi qëndrimin e shprehur një ditë më parë në Beograd lidhur me statusin e Kosovës, duke deklaruar se bisedimet për statusin dhe standardet duhet të ecin paralelisht, ndërsa nga ana e tij Berisha u shpreh se Shqipëria është në favor të mbrojtjes së të drejtave të minoriteteve, si dhe të kthimit të serbëve në Kosovë. Çështja e statusit përfundimtar të Kosovës dhe stabiliteti në rajon vazhdon të jetë në qendër të bisedimeve mes Romës dhe Tiranës zyrtare. Pas vizitës në Beograd dhe Prishtinë, turi i zëvendës kryeministrit dhe ministrit i jashtëm italian ka vjuar në Shqipëri me kryeministrin Berisha. Ndërsa një ditë më parë nga kryeqyteti serb foli për një pavarësi në disa kushte. Në Tiranë, Gianfranco Fini tha se çdo qendrim për Kosovën do të jetë rezultati i bisedimeve. Per il governo italiano è innanzitutto essenziale che Nuk ezitoj të konfirmoj se me qeverinë Berisha, qeveria Berlusconi ka pasur një përmirësim të dukshëm, të mëtejshëm të marrëdhënieve. Qeveria shqiptare insiston në respektimin e plot të lirive të drejtave të serbëve në Kosovë dhe minoriteteve tjera, rikthimin e serbëve dhe qytetarëve të tjerë të Kosovës të zhvendosur nga Kosova dhe pavarësinë si një faktor paqe dhe stabiliteti në rajon. Qeveria shqiptare mbështet të drejtat e pakicave dhe një Kosovë multietnike. Gjatë takimit dypalësh ku nuk mungoi dhe një telefonat surprizë e kryeministrit Berlusconi, dy zyrtarët e lartë ndanë të njëjtin mendim për bashkëpunimin ekonomik dhe në luftën kundër kriminalitetit. E non ho alcuna esitazione nel dire che con il Për qeverinë italiane është thelbësore që procesi i përcaktimit të statusit përfundimtar edhe përmbushja e standardeve duhet të jenë dy procese që duhet të ecin paralelisht. Dje në Beograd u thash autoriteteve se një nga hipotezat mund të jetë pavarësia në disa kushte, edhe ja përsërita autoriteteve kosovare se ato kushte duhet të realizohen. S'ka asgjë të garantuar. Duhet të vullnet nga të gjitha palët. Bashkimi Evropian do të luajë një rol aktiv dhe ne s'do të jemi thjesht spektator. Për Italinë është e rëndësishme që Ballkani të jetë i stabilizuar në perspektivën për integrimin në NATO edhe në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri Fini gjithashtu pohoi se për vitin 2006 qeveria italiane ka shtuar me 30% kuotën e pranimit të punojësve sezonal shqiptar, duke e çuar atë në 4500 persona. Gjatë paraditës Fini ishte në Prishtinë, por takimi me presidentin e Kosovës Ibrahim Rugova u anullua duke bërë që të shpërthejnë me njerë spekulimet rreth shëndetit të tij. Mediat e huaja njoftuan se Rugova është shtruar në spital për shkak të sëmundjes, çka është hedhur poshtë pasdite nga burime zyrtare të presidencës kosovare. Sipas tyre Rugova është duke u kuruar në shtëpinë e tij. Zyra e presidentit Rugova ka përgjigjëstruar lajmet e përhapura nga mediat italiane lidhur me një përfisim të gjendjes shëndetësore dhe shtrimin e menjëhershëm në spital të presidentit. Presidenca kosovare njofton se Rugova tashmë ndodhet në rezidencën e tij në Velani, ku po i ushtrohet terapi së rregullt mjekësore. Në komunikatën përshtyp thotë se gjendja aktuale e presidentit, i cili vuan nga kanceri në mushkëri, nuk jep shkans për të shqetësuar. Ibrahim Rugova nuk mundet të takojë me ministrin e jashtëm italian Gianfranco Fini, i cili të vetmin takim zyrtar në Kosovë e zhvilloi me kryeministrin Bayram Kosumi. Në takim është biseduar për zhvillimet e fundit në Kosovë pas fillimit të misionit të kryenegociatorit Marti Ahtisari.
Fini ka deklaruar se Italia do të mbështesë parimet e grupit të kontaktit dhe se është pro pavarësisë së kushtozuar të Kosovës, por me kushte precise. Qeveria vendosi që familjet e prekura nga përmbytjet e javëve të fundit të dëmë shpërblehin me 16 milion lek para në dorë dhe t'i përdorin vetë këto para. Përso qeveria vendosi dhënien e një fondi për të ndihmuar me rastin e vitit të ri fëmijët jetim, si dhe personat me aftësi të kufizuara. Këshilli i Ministrave vendosi dëm shpërblimin e familjeve shtëpitë të cilave u përmbytën nga rreshtet e javëve të fundit, kryesisht në jug të vendit, por edhe në zonën tradicionale të Lezhës. Është arritur në përfundim të jepën para. I ditë më shumë nevojat e tyre vetë ata se çfarë mund të mbyllin me shumë. Me një vendim të posaçëm, qeveria vendosi ndërkohë dhënien e një ndihme financiare për 5.000 lekësh për fëmijët trenjak dhe rastet e rralla të pesnjakëve. Në fakt duhet parë shumë shpejt edhe drejt pinjakëve, por mundësia kësaj rradhe është trinjak dhe sipër. Për të uruar festat e fundvitit jetimve dhe personave me aftësi të kufizuar, qeveria Berisha akordoi një fond për 10 milion lekësh. Kryeministri ndërkohë kërkoi nga kabineti i tij të përcaktohet plani i veprimit për 100 ditët e ardhshme të qeverisë. Ndërkohë zonat juglimore të vendit janë përfshirë sërish nga përmbytjet gjatë ditës së sotme, sipas orosjeve të rrëmbyeshme, është dëmtuar rruga kombëtare Gjirokastër-Tepelen, e cila është bllokuar në afërsi të Virojt. Pjesa fushore e qytetit të Gjirokastrës është përmbytur sërish si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm që kanë rënë gjatë natës dhe ditës së mërkurë. Rruga nacionale Gjirokastër-Tepelen është bllokuar tërësisht në mesditë në vendin e quajtur kthesa e Virojt, dhe aktualisht ajo është e kalueshme vetëm nga mjetet e rënda dhe jo nga veturat. Në këtë mënyrë është krijuar një radhë e madhe me makina kryesisht emigrantë që kanë hyrë nga Kakavia dhe kanë ardhur për festat në Shqipëri. Ashtu sikurse pritje e shirat kanë përmbytur edhe në stacionin elektrik, duke lënë qytetin gjatë paradites pa energji dhe ujë të pishëm. Vetëm gjatë orëve të pasdites është bërë i mundur furnizimi i Gjirokastrës me energji elektrike. Problematike paraqitet gjendja edhe në disa pjesë të tjera të rrugës nacionale, sidomos pranë fshatit Lazarat si dhe varrezave të qytetit, ku uji ka vënë përpara pritat dhe ka shpërthyer mbi rrugë. Në lagjet e qytetit më rënd situata është në afërsi të bulevardit të lagjes 18 Shtatorit, ku rrezikohet investimi prej 600 milion lekësh për mbulimin e kanalit të ujrave të bardha. Dëme të vogla ka patur edhe në bujqësi. Shirat e fundit pasojnë ato të fillimit të këtij muaji, të cilat bllokuan qytetin për 2 ditë dhe krijuan një situatë të rëndë humanitare për banorët e qarkut të Gjirokastrës. Ndërkohë, për paradoks, pak ditë pas kësaj përmbytjeje, Këshilli i Rregullimit të Territorit të Gjirokastrës miratoi 20 leje ndërtimi në zonën fushore për Gjatlumi Drino, duke shtuar edhe më shumë mundësinë për përmbytje të vazhdueshme në këtë zonë. Aksi Qafmali Thjerës aktualisht është i bllokuar për shkak të shkëputjes së murit mbajtës dhe një pjesë të asfaltit të rrugës në pjesën e poshtme të saj. Treni i mallrave i linjës Pushkruj, fabrika e Cimentos, i ngarkuar me 7 vagona, ka dalë nga shinat në një pjesë të tij. 3 vagona kanë dalë pra nga shinat. Dalja e vagonave pra siç thash ka ndodhur në një kryqëzim hekurullor dhe nuk ka patur dëmtime në njerëz. Në disa qytete kryesore të vendit, duke nisur nga paraditja e sotme, janë hequr kufizimet e energjisë elektrike. Korporata Elektroenergjitike Shqiptare njofton se situata në kaskadën e lumit Drin është përmirësuar ndjeshëm, duke mundsuar kështu përmirësimin e situatës në të gjithë vendin. Çupletitës së dieshme furnizimi me energji elektrike në disa qytete është shtuar me 30% pas rreshjeve të ditëve të fundit. Në hidrocentralin e Fiersës, i cili vazhdon të mbahet i mbyllur, niveli i ujit ka arritur 274 metra, si dhe prurjet janë 1200 metër kub ujë në sekond. Të gjitha strukturat e Keshit në rreth e përbën shpërndarjen e kuotave të reja të furnizimit me energji elektrike. Sipas Keshit, furnizimi me energji elektrike në të gjithë vendin është më i lartë se mesatarja e 3 viteve të fundit. Keshi njofton gjithashtu se në asnjë nga hidrocentralet në kaskadën e Drinit nuk janë hapur portat, ndërsa situata po monitorohet vazhdimisht. Ministria e Transporteve dhe Punëve Publike ka bërë thirrje për orë të fundit Bashkisë së Tiranës për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës, ku do diskutohet çështja e nënkalimit. Por zyrtarët e Bashkisë së Tiranës kanë refuzuar pjesëmarrjen duke konsideruar ftesën si jo serioze dhe që nuk përmban objektin për cilin duhet të diskutohet dhe të vendoset. Ministri i Transporteve Lulzim Basha i kërkoi për herë të fundit kryetarit të Bashkisë së Tiranës Edi Rama të marrë pjesë në mbledhjen e KRTRSH-s, ku do të diskutohet fati i nënkalimit të zogut të zi.
kjo mungesë serioziteti që karakterizon zotin kryeministër, në rastin konkret është pjesë dhe e zotit Basha, i cili dje dërgon një letër në adresë të Bashkisë Tiranës ku e informon për mbledhjen e nesërme të KRTRSH-s. Pra me një njoftim sot për nesër, merret përsipër të njoftohet kryetari i Bashkisë për mbledhjen e KRTRSH-s. Gjë që përbën një akt as pak jo serioz, as pak serioz. Ndërkohë, bashkia ka rikonfirmuar mosprezencën e Ramës në punimet e KRTRSH-s. Shefi kabinetit të kryebashkiakut Eduard Shalsi pohon se është një ftesë jo serioze ajo e Bashës dhe pa subjekt diskutimi. I nderuar zoti kryetar, dëshiroj të ju njoftoj se më datë 29/12/2005, ora 10 në ambientet e Hotel Tirana, do zhvillohet seanca e dytë e mbledhjes së pestë për vitin 2005 të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë. Ju ftoj të merrni pjesë në këtë mbledhje të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë. Me respekt, Lulzim Basha. Për gati 2 muaj, çështja e nënkalimit të Zogut të Zi është kryer në një objekt debatash dhe polemikash mes Bashkisë së Tiranës dhe qeverisë qendrore. Çmimi i apartamenteve dhe zyrave të reja ka njohur një tjetër rritje këtë fundviti, madje është shënuar edhe çmimi rekord prej 1.700 eurosh për 1 metër katror. Ndërtuesit thonë se shkaki i kësaj gjendje është mungesa e trojave për të ndërtuar, si dhe kërkesa në rritje për blerje. Çmimet e apartamenteve të reja po njohin vetëm rritje. Sipas informacionit të agjensive imobilare në kryeqytet, krahasuar me 6 muajt e parë të këtij viti, çmimet janë rritur me 20%. Pjesa më e madhe e apartamenteve të reja të ndërtuara pas vitit 2001, rreth 90% e tyre, kanë përfshirë instalimet për sistemin e ngrohjes, që ndikon në rritjen e çmimit, i cili ka arritur vlerën më të lartë në kryeqytet, 1.700 euro për metër katror. Sipas ndërtuesve është mungesa e trojeve të lira dhe e kërkesa në rritje për apartamente që çon në rritjen e çmimit. Një tjetër arsye është edhe diskutimi për vendosjen e TVSH-s në shitjen e apartamenteve, e cila rriti artificialisht çmimin e apartamenteve, por që nuk ul kur u vendos për mos aplikimin e TVSH-s në këtë sektor. Në disa zona të kryeqytetit, mesatarisht çmimi një metri katror varion nga 600 deri në 1.200 euro për metër katror, ndërsa në zonat periferike çmimi varion nga 400 deri në 550 euro për metër katror. Sipas anketës së kryer nga Qendra për Kërkim dhe Zhvillim, niveli i kontraktimeve gjatë muajit tetor ka rënë me 12 pikë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, çka tregon punën pa kontrata që kryhet në këtë sektor. Problemi kryesor për këtë sektor mbetet mungesa e lejeve të ndërtimit. 19% e të anketuarve kanë deklaruar si pengesë në aktivitetin e tyre zbatimin jo korrekt të ligjit të prokurimeve. Krahasuar me anketimin e kryer gjatë muajit korrik, është rritur numri i ndërtuesve që ankohen për mungesën e energjisë elektrike. Megjithatë, vetë drejtuesit e këtyre bizneseve shprehen optimist për aktivitetin në sektorin e ndërtimit deri në fund të këtij viti. Prokuroria vendosi të hapet timin mbi tentativën për të shitur kompleksin sportiv Dinamo me çmime disa armë të ulta se tregu në kryeqytet. Për këtë arsye prokurorët thanë sot se së shpejti do të marrin në pyetje dy ish-ministrat, atë të ekonomisë Anastas Angjeli dhe atë të Renit Iglitoska. Të dy ish-zyrtarët janë denoncuar nga ministri i Brendshëm Sokol Oldashi. Ish-ministri i Financave Anastas Angjeli dhe ish-ministri i Rendit Publik Iglitoska do të merren së shpejti në pyetje lidhur me hetimin që prokuroria ka filluar pas denoncimit që dërgoi ministri i Brendshëm Sokol Oldashi. Hetimet janë duke u ndjekur nga struktura më e re e hetimit ndaj korrupsionit në administratën shtetërore, Task Force. Prokurorët e angazhuar në këtë hetim thanë se pasi të merren në pyetje dhe të verifikohen faktet e silla nga ministri i Brendshëm, atëherë do të vendoset nëse dy ish-ministra do të merren ose jo të pandehur. Që prej 3 muajsh, Angjeli dhe Toska nuk gëzojnë me imunitetin e deputetit, dhe kjo i ka lehtësuar hetimet e prokurorisë. Ish-ministrat Angjeli dhe Toska u paditën publikisht në ministri Oldashi për abuzimin në shitjen dhe privatizimin e kompleksit sportiv Dinamo. Trua dhe ku ngrihet ky kompleks, ndodhet në një nga zonat më të preferuara të kryeqytetit, dhe ai është tentuar të shitet me një çmim prej 3.000 lekësh për metër katror. Sipas Oldashit, ky kompleks pas shitjes do të prishte dhe në vend të tij të ndërtojë një kompleks pallatash. Ditët e festave në kryeqytet sjellin edhe rëndimin e trafikut, mjeteve që qarkullojnë në kryeqytet ushtrojnë edhe makinat e migrantëve dhe ato nga rrethet që vinë në Tiranë për pasaret e fundvitit. Për të evituar bllokimin e rrugëve, policia rrugore ka vendosur të shtojë orët e punës në rrugë, duke marrë masa për lehtësimin e lëvizjes dhe duke gjobitur apo bllokuar drejtuesit e mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit.
për të normalizuar trafikun. Nëse kanë qëndruar për 8 orë në një aks rrugor, policët e qarkullimit janë urdhëruar të kryejnë 4 deri 6 orë të tjera shërbimi në një tjetër pikë. Gjithçka për periudhën e fundvitit, ku shënohen dhe lëvizjet më të mëdha të automjeteve në kryeqytet. Policia rrugore ka marrë masa duke eliminuar pritjet e gjata në trafik. Në kryeqytet këto ditë është lëvizur më lehtë, pavarësisht se trafiku krijohet edhe kur bie shi. Policia rrugore e Tiranës ka shtuar patrullat e policisë jo për nga numri punonjësve, sepse janë po të njëjtit punonjës që aktivizohen çdo ditë në problemet e trafikut të Tiranës, po ka aktivizuar shërbime suplementare. Janë organizuar shërbimet përbashkëta dhe me mbështetjen e forcave të rendit, autopatrullat Shqiponja dhe patrullat të tjera policie, dhe ndërhyjnë në momentin e dur në akset rrugore të qytetit Tiranës që janë problematike, si në rrugën e Elbasanit, në rrugën e Durrësit, në rrugën e Kavajës. Qarkullimi është normal, në çdo segment që ka pasur në i dyndje për momentin, kemi ndërhyrë gjithë, domethënë, nuk ka pasur asnjë problemi, ka trafik, domethënë, por nuk ka as bllokim, as problemi. Lëvizjen e automjeteve ka lehtësuar këto ditë të fundit të vitit dhe zbatimi i rregullorës nga ana e policisë rrugore, duke ndaluar parkimin e mjeteve atje ku nuk lejohet, nëpërmjet gjobave apo bllokimin dhe zhvendosjen e makinave nëpërmjet karrotrecave. Drejtuesi i policisë rrugore premtojnë se do të jenë udhëpryqje dhe do të normalizojnë trafikun në ditët e festave. Do të shohim të tjera zhvillime të ditës, një tren mallrash ka dalë nga shina në afërsi të fushkrujës, fatmirësisht pa shënuar viktima në njerëz. Shkak për këtë mendohet të jetë rrjeti amortizuar i traversave e kurrëdhore, por ekspertët janë ende duke kryer marrëdhënie teknike. Treni ishte i përbërë nga 7 vagon të mbushur me lëndë të parë për prodhimin e çimentos dhe vinte nga qyteti i Durrësit. Nga shinat kanë dalë 4 vagon, njëri prej të cilëve është përmbysur. Defekti nuk është riparuar ende, ndërsa kjo linjë, që përdoret kryesisht për furnizim mallrash, do të mbetet e bllokuar edhe për të paktën 20 orë të ardhshme. Në vendin e ngjarjes kanë shkruar menjëherë përfaqësues të drejtorisë e kurrëdhës, të cilët pohuan se ky segment nuk i ishte nënshtruar riparimeve taksime për disa vjet, ndërsa gjendja e tij mund të shkaktojë të tjera aksidente kurrëdhore. Studentët që do të futen në fakultete vitin e ardhshëm nuk do të përzihen në konkurs për mbi mesatarën e 4 viteve të shkollës mesme dhe në të si do të marrin provimet e lirimit. Vitin e ardhshëm akademik nuk do të zhvillohen konkurse për pranimin në universitete. Të rinj që do të fitojnë një të drejtë studimi do të vlerësohen në bazë të mesatares të 4 viteve dhe notës që do të marrin në provimin e maturës. Testi do të hartohet nga qendra kombëtare arsimore vlerësimet e provimit, ashtu siç është bërë dhe vitet e tjera, por e rëndësishme është që dhe administrimi dhe korrigjimi nuk do të bëhet më nga mësues të shkollës, ndërsa korrigjimi i testeve do të realizohet i centralizuar në mjediset e qendrës kombëtare arsimore vlerësimit dhe provimeve dhe në mbikëqyrjen e drejt për drejt të specialistëve të vlerësimit. Dorse e të rinjtë që duan të vazhdojnë shkollën në lart, do të dërgohet në universitetet përkatëse. Dekanët do të vendosin se cilat lëndë janë prioritet për çdo dek dhe në bazë të mesatares do të zgjidhen fituesit. Sipas Petrelës, kjo metodë pritet të shmangë elementet korruptiv gjatë kontrollit dhe zhvillimit të testit, ku vëzhgues mendohet të jenë mësues të ciklit fillor apo shkollës 8-vjeçare. Për këtë çështje, Ministria e Arsimit ka ngritur një grup pune që do të drejtohet nga Ministri Gens Pollo. Mbetemi tek çështjet e arsimit në çdo shkollë, tashmë do të ketë një punonjës policie në shërbim. Ministria e Rendit dhe Parlamenti Rinor kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi, i cili parashikon pranimin e uniformave blu në institucionet arsimore. Nisur kjo edhe nga ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në disa shkolla të vendit. Çdo institucion arsimor do të ketë një punonjës policie në shërbim. Pas ngjarjeve të fundit të ndodhura në ambientet shkollore, Ministria e Rendit dhe Parlamenti Rinor Shqiptar kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi që pasohet me pranimin e uniformave blu në shkolla. Nga ky bashkëpunim nuk do të ketë të humbur, por përkundrazi do të përfitojnë të dyja palët. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, ne kërkojmë që brezi i ri shqiptar jo vetëm të ndjehet më i sigurt, por edhe të kontribuojë së bashku me policinë e shtetit për të thyer indiferencën e ndjeshme qytetare në ushtrimin e kompetencave që u jep atyre kushtetuta dhe ligja për zbatimin e detyrimeve ligjore
dhe për përmirësimin e ndjeshëm të parametrave të rendit dhe të sigurisë publike në vend. Policia në këtë shërbim do të marrë atë pjesë të përgjegjësisë që ka. Drejtori i Policisë Tiranë premton se deri në fund vitit çdo shkollë do të plotësohet me policë. Ngjarjen e shkollës Vasil Shanto ne e vlerësuam, identifikuam dhe zgjidhëm në një kohë rekord dhe për këtë morëm dhe vlerësimin e komunitetit, të prindërve dhe të nxënësve. Në këtë kontekst, për mbarvajtjen e procesit mësimor, gjatë gjithë vitit janë ngarkuar me detyra shërbimet e rendit, shërbimet e policisë kriminale, të qarkullimit rrugor. Kjo është hera e parë që policia e shtetit vendos në baza institucionale këtë marrëdhënie dhe shkëmbim informacioni mes qytetarëve me numrin e telefonit, por edhe mes institucioneve arsimore. Të gjithë kanë një histori të ndryshme dhe një pikë të përbashkët. Të gjithë flasin në Top Channel dhe gjithçka në Koran. Top-Channel.tv. Lajmi i parë kalon të kënë. Jeni duke ndjekur edicionin informativ të orës 22:30 tu në Top Channel, ndërkohë njoftohen nga regjia se kronika që anoncuam në fillim të këtij edicioni është gati, pra Kuvendi ka debatuar në ndërmjet buxhetin për vitin 2006, por opozita ka votuar kundër tij. Gjatë seancës janë regjistruar një seri debatesh dhe polemikash mes kryeministrit Berisha dhe deputetëve të opozitës, të cilët kanë shprehur rezerve për draftin e qeverisë. Ta ndjekim. Kuvendi ka miratuar në mbrëmje buxhetin e vitit 2006 për pa votat e opozitës. Mbyllet votimi 66 me elektronik plus 12 ministra, 78 pro, 24 kundër, nuk ka abstenime. Kuvendi ka miratuar për buxhetin e vitit 2006. Debati mes shumicës dhe opozitës ka konsistuar në mospërfshirjen e 2 miliard lekëve në buxhet nga shitja e Bankës Italo-Shqiptare. Socialistët kanë kërkuar edhe uljen e granteve të premtuara nga qeveria dhe kompensimin e tyre me të ardhura nga tatimet. Rritja të ardhurave nuk mund të fshihet pas FMN sepse ritmet e rritjes të ardhurave tatimore, ku pritet që të kishte një përmirësim të grumbullimit të ardhurave, ritmik që është ndjekur nga një vit në tjetrin, çuditërisht në vitin tuaj të parë ka rënë. Mosmiratimi i amendamenteve të socialistëve dhe deputetëve të LSI-s ka sjellur debate mes kryeministit Berisha dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Majko. Duhet votojmë për buxhetin i cili do të realizojë rritjen në korrik. Zoti Berisha, ky quhet buxheti i Sudës. Fut 10 merr 1. Në fakt zoti Majko po ngjisni si dy vëllezër siames. Të dy partitë një. Jo, me ata, me LSI-n, të dy kot janë. Kot e kanë, një parti janë këta. Se marrëvesh pse paraqisni dy amendamente kur jeni një parti. Një për një dhe kaq shkoni lërë atë punë. Gjatë polemikave në parlament, ministri financave Bote tentoi të largohet gjatë procesit të votimit. Edhe zoti Pollo ishte pjesë e asaj marrëveshje që u hodh poshtë, pra në sallë nuk mund të bëjnë amendime të tilla. Në bazë të rregullores në bazë Deputeti Nikol Lesi gjatë votimit të buxhetit të vitit të ardhshëm i ka kërkuar kryeministit Berisha që t'i jap dorëheqjen nëse nuk kryen reforma në prokurori dhe gjykatën e lartë deri në zgjedhjet e ardhshme lokale. Unë kërkoj zoti kryeministër, ke ardhur një herë në pushtet për të vetëm gjë, për antikorrupsion si njëri dhe për ndeshmëri. Ke përgjegjësinë për 3 institucionet e tjera. Në rast të kundërt, ky projekt buxhet që kthehet buxhet nuk do zbatohet. Në rast të kundërt, nëse nuk merr reforma drastike në të gjitha institucionet e shtetit shqiptar që përgjigjesh si mazhorancë, ik me zgjedhjet lokale nga qeveria. Shohim zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Ushtria izraelite ka bombarduar bazat e guerillasve palestinez në zonën e ndaluar në rripin e Gazës, ndërkohë që vetë palestinezët janë përgjigjur duke hedhur raketa. Situata në lindjen e mesme duket se po vjen drejt përkeqësimit, pasi përpara këtij sulmi ushtria izraelite kishte bombarduar edhe Libanin, duke akuzuar se mbështeste ekstremistët palestinez dhe ata Hezbollah.
Izraeli ka bombarduar të është quajturën zonë ndaluar në veri të Gazës, e cila sapo është shpallur si e tillë. Përpara bombardimit, palestinezët ishin paralajmëruar se do të qelloheshin për vdekje nëse do të kalonin kufirin deri në një urdhër të ri. Militantët palestinezë janë përgjigjur bombardimit të helikopterëve me preta Qassam, të cilat i kanë hedhur drejt jugut të Izraelit. Krijimi i një zone oflimit ka si qëllim pengimin e grupeve të armatosura të cilat sulmojnë vazhdimisht izraelitët, shpjeguan autoritetet e Tel Avivit. Por Izraeli gjendet mes dy zjarreve, të tjera raketa i vijnë nga Libani në kufirin verior të vendit. Ndërkohë në rripin e Gazës janë rëmbyer 3 shtetas britanik. Një grup i armatosur i rëmbeu britanikët sapo ata kaluan nga Egjipti nëpërmjet vendkalimit në Rafah. 3 pengjet janë një 25 vjeçare punonjëse humanitare si dhe 2 prindërit e saj, të cilëve po u tregonte qytetin. Të paktën 20 të dënuar u vranë gjatë përpjekjes për të uratisur në një burg në Bagdad. Sipas mediave ndërkombëtare, gardianët kanë hapur zjarr në drejtim të burgosurve për të ndaluar uratisjen në mas. Policia irakiane për të ditur se më parë të dënuarit e burgut në lagjen Kadimia kishin ngritur krye. Njëri prej tyre i kishte rrëmbyer armën në krye gardianit duke e vrarë më pas. Zyrtarët ushtarak amerikanë thënë se përjetojnë incidentin. Pak ditë më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan se nuk do t'ia linin të burgosurit rrojeve irakiane derisa të rritej niveli i sigurisë në përburgje. Para një muaji në një burg në kryeqytetin irakian u gjetën 170 të burgosur, të urritur dhe me shenja burzimesh në trup. Tragedia e Beslanit në Rusi duket si do të rëndoj kryesisht mbi policinë vendase. Rezultatet e para të hetimit tregojnë se policia injoroi urdhrat e Ministrisë së Brendshme ruse, pikërisht për të shtuar sigurinë rreth shkollave, të cilat me siguri do të kishin penguar masakrën. Kryetari i Komisionit Parlamentar Hetimor për tragjedinë në shkollën e Beslanës në Osetin Veriore, Aleksandr Torshin, deklaroi se policia rajonale injoroi urdhrat e Ministrisë së Brendshme ruse për të shtuar sigurinë rreth shkollës, të cilat nëse do të ishin marrë parasysh në kohë do të kishin shmangur tragjedinë. Комиссия считает, что правоохранительные органы Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия и Алатия халатно отнеслись к исполнению указанных. Deklarata e Torshin u bë në Parlamentin rus dhe bie në kundërshtim me raportin e prokurorit të përgjithshëm, i cili deklaroi kohë më parë se forcat e sigurisë nuk kanë bërë asnjë gabim. Torshin tha para deputetëve rusë se lista e dështimeve dhe mangësive është shumë e gjatë. Më shumë se 330 persona, gjysma për të cilëve fëmijë, humbën jetën në shtatorin e vitit 2004, pasi çeçenët e armatosur i mbajtën peng brenda në shkollë. Qindra vetë u evakuan nga njëri prej hoteleve të Disneylandit në Kaliforni pas rënies së një zjarri. Sipas zjarfikësve, flakët e kishin origjinën tek pema e madhe e krishtlindjeve. Skuadra e zjarfikësve ka nxjerrë qindra klientë jashtë hotelit rreth orës 3 të natës në të ftohtë. Kjo ka shkaktuar panik mes tyre, por fatmirësisht askush nuk u lëndua. Aktoria Kelly Brook dhe i fejuari i saj Billy Zane janë të përzgjedhur tek këtij viti për të nisur sezonin festiv në dyqanet e famshme Harrods. Megjithë temperaturat e ulta në Londër, radha e klientëve të Harrods ishte shumë e madhe. Pronari i rritit të dyqaneve Harrods, Mohamed Al-Fayed, gjendej rrethuar nga shumë fëmijë të cilëve u shpërndau karamele. Në këtë edicion ndoqët. Kuvendi miratoi në mbrëmje buxhetin e vitit 2006, opozita voton kundër draftit, polemika në sallë mes Majkos dhe Berishës. PSE dhe LSI drejtojnë gjykatës kushtetuese për të rrëzuar vendimin e demokratëve për heqjen e votimit të fshehtë në kuvend. Reagonash për biznesi pas akuzave të ministrit të financave Luan Brega si thotë se shteti është po aq borxhlim ndaj biznesit privat. Ishte edicioni informativ i orës 22:30 në Top Channel. Ju falenderoj në gjithë që na ndoshët, bashkë do të kishim sërish nesër. Mirupafshim. Mirupafshim.